miq të Albania Digital Connection, mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit tonë. Meqense ne vazhdojmë të jemi akoma në shkurt, muajin ku ne si shqiptar na pëlqen që të japim një fokus të veçantë marrëdhënieve ose martesës, dashurisë. Siç i keni parë edhe 2 podcastet e herës kaluar, ne kemi pasur një fokus tek martesa, edhe do vazhdojmë të kemi përsëri të njëjtin fokus edhe në këtë podcast, dhe jemi duke folur përsëri për marrëdhëniet, por në një dimension tjetër. Si gjithmonë edhe në këtë podcast do jemi bashkë me Afrimin duke diskutuar pikpamjen tonë dhe si ne i shikojmë këndvështrimin tonë dhe si ne i shikojmë këtë gjë. Kështu që Afrimi se erdhe në podcast. Mirë se të gjeta Vasi, mirë se të gjeta. Tema që do flasim sot është një temë ndoshta interesante, e çuditshme. Për disa mund të jetë okay, për disa jo, por meqense kemi dëgjuar, unë pakën kam dëgjuar kaq shumë që të jepet fokus apo të theksohen se sa të rëndësishme janë njohjet online ose dating online. Kështu që ne kemi vendosur që të flasim pak edhe të sjellim këndvështrimin ton për këtë temë. Nuk e di nëse ti Afrim të ka qelluar të dëgjosh, por unë shpesh më bie të lexoj artikuj apo të dëgjoj njerëz që sidomos në vendet e zhvilluara si Amerika apo vende tjera të Evropës, duket që njohjet online zënë vendin e parë. Më thënë mënyra janë on top, që mënyra më e mirë sot për të rinë për të njohur është përmes këtyre aplikacioneve apo website-eve që ofrojnë këtë lloj gjërash. Çfarë mendon ti për këtë? Si përfaqësor ndoshta pa futur shumë thellë. Pa filtruar, po. Patjetër që kam dëgjuar, edhe është shumë e zakonshme. Ka arsye pse është e zakonshme dhe pse është kaq popullore në Amerikë. Ka arsye pse është përhapur gjithandej, kështu që ne mund të flasim sa, po patjetër kam dëgjuar. Unë kam pas në fakt pak interes për temën për 2 arsye. Një është sepse edhe unë edhe ti kemi miq që janë martuar tashmë, e kanë fëmijë dhe mënyra se si janë njohur me njëri tjetrin është përmes kontekstit online. Kështu që nuk është që njerëzit thjesht vendosin po bëjnë një gjë të re sot, është një proces i gjatë, njerëzit kanë pyetje, bëjnë diskutime. Por si rezultat kemi miq që e kanë kaluar këtë proces, kështu që kemi informacion në lidhje me këtë proces që ndoshta është mirë ta diskutojmë. Tjetra, unë vetë kam pasur interes pak për këtë fushë për shkak të interesit që kam për punën online, për internetin, sepse interneti nuk është vetëm një koncept teorik, por është një hapësirë ku ndodhin gjërat, edhe në fakt një nga arsyet pse kam menduar prej kohësh që interneti ka fuqi për të ndryshuar jetët e njerëzve në një farë konteksti, ishte i nxitur nga martesat online. Nëse 2 njerëz nga njohjet online, nëse 2 njerëz janë në gjendje të marrë një vendim kaq të rëndësishëm, duke e shfrytzuar internetin edhe mundësitë për t'i lidhur në këtë formë, më komunikonte mua që shumë vendime të tjera të rëndësishme mund të merren duke marrë informacion në internet ose duke qenë i lidhur me njerëzit në një farë mënyre përmes rrjeteve online. Kështu që po, e kam ndjekur si bisedë edhe kam pasur interes të kuptoj pak më shumë si funksionon. Tani nuk e di, unë jam martuar kur interneti ishte fjalë huaj, kështu që nuk është që unë kam përvojë personale në këtë fushë, por kam dëgjuar kam pasur mjaftueshëm interes për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë. Edhe shpresoj gjërat që kemi mësuar rrugës edhe përmes këtyre përvojave janë ndihmë për njerëzit, në qoftë se janë akoma duke u marrë me këtë fushë ose duke menduar që ta shfrytëzojnë këtë hapësirë. Po në fakt shumë e vërtetë, edhe unë bie dakord Afrim që nëse interneti sot ka arritur deri në atë pikën sa që njeriu mund të njihen edhe të marrë një vendim për të martuar edhe të ndërtojnë një të armë së bashku nga vende të ndryshme të botës, jo patjetër brenda një shteti, po edhe përtej oqeanit. Kështu që duket sikur interneti ka fuqi për shumë gjëra pastaj, domethënë përmes informacionit apo gjërave që ofron mund të jesh në kontakt me shumë gjëra dhe mund ndihmoj të marrësh edhe vendime të tjera. Por është e vërtetë që ne kemi ca miq të përbashkët, por edhe të përveçëm që eksperienca e tyre përmes njohjeve online ka qenë një eksperiencë shumë e mirë edhe shumë inkurajuese. Por unë vazhdoj të kem akoma ca miq Afrim që janë shumë skeptik, edhe që ndoshta për shumë arsye e shikojnë si një gjë ndoshta me një risk të lartë, ndoshta si një gjë që jo patjetër mund të jetë e vërtetë, por nuk e di, kanë shumë pikë pyetje në mendjen e tyre, kanë shumë ndoshta dhe merakje dhe frikra për ta tentuar ose për ta provuar një lloj mënyre të tillë. Edhe më shumë do doja që ne do sjellim këndvështrimin tonë edhe jo vetëm këndvështrimin tonë, por edhe mënyrën se si e shohim apo si po shfaqet sot në realitetin tonë kjo lloj gjëje.
që ndoshta mund të jetë ndihmë edhe për ata njerëz që kanë këto merakje, këto frikrat edhe që nuk ndoshta hezitojnë pak më shumë se sa dikush tjetër, nuk janë aq të guximshëm. Edhe shpresoj që do jetë ndihmë. Po pika e parë ku do doja që të ne kemi disa pika që do flasim, por pika e parë që do doja që të fokusoheshim ishte nga këndvështrimi yt edhe nga biseda që ke pasur me miqt, cilat janë disa sfida reale kur dikush është duke menduar për të provuar një lloj website të tillë, apo kur dikush është tashmë pjesë e një website apo është përfshirë në disa biseda, një apo më shumë njerëz. Së pari, sepse mendoj disa prej sfide ose të paktën mënyra se si e dëgjoj unë diskutimin edhe si e perceptoj unë diskutimin. Na duhet të kthehemi pak mbrapsht edhe të sigurohemi që jemi në një linjë me çfarë po flasim. Unë e ti mendoj që po flasim për nevojën që ka dikush për të njohur me dikë mjaftueshëm sa të jetë në gjendje të marrë vendime që kanë ndikim në jetën e personit. Po flasim për martesën, e di që tani njerëzit në kulturën tonë kanë filluar të flasin për lidhje dhe martesa nuk është gjithmonë qëllimi përfundimtar, por ne po flasim për martesën në kuptimin e një mundësie për të lidhur me dikë me të cilën ti do të ndërtosh jetën së bashku. Kjo mendoj që është konteksti. Nëse po flasim për thjesht të gjejmë ca lidhje diku edhe të kalojmë kohën, ky është një diskutim tjetër pastaj. Që mendoj që është një kategori tjetër, por gjithsesi rreziqet janë edhe më problematike në këtë kontekst. Nëse po flet për lidhje jo serioze, rreziqet që të hasësh këtë lloj përqasje në internet janë të mëdha, sepse ka shumë njerëz të cilët e përdorin internetin për qëllime që nuk janë në përputhje me këtë qëllimin që tha. Kjo do ishte një kategori tjetër bisede. Por unë po supozoj që po flasim për një njeri, le themi një vajzë ose një djalë, i cili thotë unë dua të ke mundësi të njifem me dikë me të cilën mund të ndërtoj jetën. Dua një person me këto pritje, me këtë karakter, me këto bindje, në mënyrë që unë ta njoh edhe të shikoj nëse mund të martohem me këtë person edhe të ndërtojmë jetën së bashku. Rreziku i parë është a mund të gjesh njerëz të këtij lloji. Ekziston mundësia që online njerëzit e kanë më lehtë të fshihen sesa në një kontekst real. Megjithatë, do duhen parë të dyja, sepse ne kemi plot raste ku ka njerëz që i kemi në lagje edhe për shumë vite mund të na duken ndryshe nga që janë e dalin që janë ndryshe, pavarësisht se sa ndërveprim ke. Kështu që dinamika e marrëdhënieve shumë e komplikuar edhe kur je ballë për ballë. Nuk është që ballë për ballë është shumë e thjeshtë për të zgjidhur, por megjithatë, për shkak të kontekstit online, për shkak të largësisë, mundësia që dikush të duket sikur është shumë serioz në dëshirën për të lidhur dhe për të krijuar familje, dhe në fakt nuk i ka këto qëllime, ekziston. Kështu që kjo është një nga problemet. Problemi është ti vjen në tavolinë me idenë që të gjesh njerëz serioz të cilët kanë përkushtime serioze. Mundësia që këto njerëz të duket sikur kanë përkushtime serioze, por në fakt kanë qëllime jo aq shumë serioze, ekziston. Kjo është një gjë e mundur. Nga ana tjetër, fakti që ti mund të jesh duke folur me dikë që është në anën tjetër të globit, gjithashtu ka edhe përparësitë e veta, sepse çfarë do përfitonte një njeri që është në anën tjetër të globit? Çfarë do përfitonte një person që është aq larg Shqipërisë, edhe do të njihet me një vajzë këtu ose me një djalë këtu, por në fakt është aq larg Shqipërisë sa nuk e di çfarë mund të ndodhte afat shkurtër për të pasur këtë lloj përkushtimi. Edhe nga këto njohjet që kemi, për shembull, ne kemi pasur miq, edhe unë edhe ti, po nuk e di tash nëse i njohim njëtet njerëz patjetër, po kemi pasur për shembull djem që kanë ardhur nga Amerika për të njohur një vajzë në Shqipëri. Edhe ky diskutimi normal i vajzave në Shqipëri, nëse ky djalë që ka ardhur nga Amerika është serioz në lidhje me marrëdhënien me mua apo jo. Mua në fakt, pavarësisht se duket ndonjëherë online, kush e njeh, kush e di, ku diun. Në fakt ideja që ai është gati të vijë nga Amerika këtu, të paguajë gati $1,000, ndoshta shumë më tepër shpenzime, vetëm për të njohur një person është goxha për kushtim. Domethënë fakti që është gati të jap nga lekët e tij është shenjë e mirë, kështu që online të krijon edhe këtë kontekstin ku ti mund të dallosh nëse njerëzit janë gati të sakrifikojnë apo jo. A kuptohet, nëse dikush në Amerikë të thotë ty, vasi un kam shumë interes për ty, po s'dua të harxoj asnjë lek, a mund vish ti në Amerikë të lutem harxo lekët e tua? Atëherë kjo është një shenjë që të komunikon ty që shiko, ky ndoshta s'ka gati të harxoja sa para për mua. Imagjino çfarë do të ndodhë nëse unë përfundoj martuar me këtë person dhe çfarë lloj përkushtimi i kërkohet. Gjithë jetën i kërkohet të harxohet gjithçka që ka për atë martesë. Kështu që së pari mendoj është e rëndësishme të shikojmë nëse mund të gjejmë këtë përkushtimin e përbashkët. A jemi të dy serioz
në përkushtimin që kemi për martesë. Dhe e dyta është pastaj të mund të shikojmë se si realiteti e përforcon këtë lloj përkushtimi, e nxjerr në pa ose e nxjerr në pa mungesën e përkushtimit. Nga ky aspekt, mua më duket sikur se ndonjëherë i kushtojmë shumë rëndësi konteksti online, një gjë e re dhe na krijon shumë probleme, por unë nuk e shikoj kontekstin si problem më shumë se sa aftësinë për të bërë pyetjet e duhura dhe për të adresuar çështjet e duhura në përputhje me kontekstin. Që sakrifica mund të duket ndryshe online, por është një njëjti kontekst. Nga ana tjetër, më shumë tani për të hequr pak merakun e atyre që kanë merak më shumë se sa duhet. Cili është procesi se si janë njohur dy njerëz? Tash kemi një hapësirë diku me këtë idenë romantike që ti je diku në një komunitet dhe pe dikë dhe u njoh, të pëlqeu, u afrove, u parafrove dhe funksionon. Shumica e martesave në botë nuk ka ndodhur kështu. Shumica e martesave në kontekste të ndryshme kulturore ka ndodhur ose siç ka ndodhur me blesëri në kontekstin shqiptar, që dikush njeh dy familje, ju do të dy familjeve të mirën dhe mendon që është mirë ti prezantojë të parafrohen me njëri tjetrin, ose është në një kontekst pune ku do duhet të punosh dikë dhe njeh, ose është në një kontekst modern ku njerëzit njihen vetë, por në fakt dikush i prezanton. Gjatë gjithë historisë, në kultura të ndryshme, njerëzit janë afruar bashkë në forma të ndryshme. Tani interneti ka ofruar një mundësi që dy njerëz të mund të gjejnë mënyrën për të parafruar. Nuk i zgjidh problemet interneti, patjetër. Kështu që qasje që kanë merak se është thjesht internet, patjetër që nuk e zgjidh problemin, do duhet në fakt ti bësh këto pyetje të vështira, edhe të jesh i kujdesshëm ose e kujdesshme në raport me kontekstin, po për ta përmbledhur ka merazhe, por nuk janë të natyrës që interneti i sjell këto merazhe. Dëgjoj shpesh interneti të fajsohet për lloj problemesh. Njerëzit janë bërë më agresiv se kanë internet. Jo, njerëzit janë agresiv vetë dhe interneti ju ka krijuar një platformë për ta keq përdorur. Por interneti ka ofruar edhe një platformë për ta përdorur siç duhet. Ajo që desha të them si përmbledhje është rreziqet nuk vijnë nga interneti, rreziqet vijnë nga mungesa e të bërit të pyetjeve të duhura, duke përfshirë edhe kontekstin e internetit edhe çfarë nën kuptimi ka për njerëzit. Nuk e di a ishe i qartë Vasi, por nëse duhet të arrisë. Është vërtet, në fakt jam dakord, edhe vetëm doja të theksoj pak që arsyeja pse ne po flasim për këtë temë dhe pse ne mendojmë që është e rëndësishme, kjo është për shkak edhe të vështirësive që ndoshta njerëzit kanë për të njohur dikën në realitetin e tyre ku janë. Edhe aq më tepër kur i referohem realitetit tonë në Shqipëri, aq më tepër komunitetit të krishterë, duket sikur unë njoh shumë vajza dhe djem që kanë shumë vështirë të gjejnë dikë në realitetin ku janë, qoftë në vendin e punës, qoftë me komunitetin e tyre, kështu që thjesht për ta theksuar që arsyeja pse ne po flasim është sepse për të dhënë kjo është një qasje e re dhe pse jo mos ta konsiderojnë njerëz që janë duke kërkuar për një lidhje të vërtetë dhe serioze. Por a mund të bëj një koment për këtë përpara se të bësh pyetjen tjetër? Se ndoshta mund ta kishin filluar edhe me këtë. Së pari, Zoti ka plane për njerëzit. Planet e Zotit nuk janë të kufizuara nga një kontekst kulturor. Nuk mund të themi që njerëzit do martohen vetëm me traditën shqiptare siç janë martuar më parë, sepse tradita shqiptare ka ndryshuar shumë. Njerëzit janë të lirë të zgjedhin, njerëzit kanë bindje, sidomos vajzat beqare në Shqipëri që janë ndjekëse të Jezusit, realisht e kanë vështirë të gjejnë njerëz që kanë të njëjtin përkushtim, të njëjtat bindje. Por martesa është një përkushtim shumë i madh dhe nuk mund të bësh një përkushtim me dikë vetëm se duhet martohesh me dikë. Në këtë aspekt interneti ka krijuar një mundësi për ta zgjeruar rrethin e këtyre njerëzve me të cilët mund të njihesh. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Kështu që ne po e bëjmë këtë jo vetëm për të ndihmuar njerëzit të jenë kujdesshëm me sa përqasje, po edhe për ta përqafuar si mundësi. Për mua do ishte problem nëse njerëzit thonë, unë dua të njihem me dikë, nuk gjej dot njerëz në kontekstin tim që kanë njëjtat bindje, që jemi në të njëjtin linjë me qëllimet për jetën, por as nuk dal dot prej këtij konteksti sepse ka rreziqe, ka probleme. Në fakt, fakti që kemi mundësi të dalësh prej këtij konteksti, mendoj që është një mënyrë se si Zoti po krijon mundësi për njerëzit që të ndërtojnë familje, edhe në këtë sens duhet përqafuar. Është e njëjta gjë edhe nga krahu tjetër. Shumica e njerëzve, unë e kam pyetur një 2-3 në fakt nga miqtë tanë që tani janë martuar. Pse duhet të vinë në Shqipëri për të njohur me një vajzë, kur janë në Amerikë, janë edhe në kisha të mëdha? Problemi është i njëjtë edhe nga krahu tjetër. Nevoja për të pasur një lloj komuniteti ku ti nifesh me njerëz që kanë njëjtat bindje, çështjet me vetminë, çështjet me shkëputjen nga njëri tjetri, kanë të njëjta çështje dhe ai nga Amerika thotë nuk kam pasur mundësi të nifem me dikë që ka të njëjtat bindje, që është në të njëjtën linjë me mua edhe të mund të ndërtojë një martesë të shëndetshme. E vërteta është në shumicën e rasteve, ka raste që kanë qenë problematike, në shumicën e rasteve janë formuar familje
me bindje shumë të forta, të perëndishëm që e duan Zotin, janë nga komsi të ndryshme, po kjo nuk është në një çështje e madhe për realitetin e mbretërisë perëndis, dhe familjet e tyre janë shumë të shëndetshme. Kështu që po, ne po e bëjmë për të ndihmuar njerëzit që të marrin vendimet e duhura, po mendoj që do thosha ideja që ti të shikosh përtej kontekstit tënd të ngushtë kulturor, jo vetëm që s'ka asnjë problem nga konteksti biblik, por madje do thosha Bibla do ta inkurajonte dhe nuk ka asnjë problem. Kështu që nëse ka hezitime për këtë që unë duhet ta gjejmë patjetër këtu, ndoshta Zoti do që të jem këtu, mendoj që do ishin çështje që duhen të kaluar. Për mendimin tim. Shumë faleminderit Afrim, edhe unë do t'i thëra për gjithë ata që na ndjekin që këto mendimet e tua për sa i përket kontekstit online duhet t'i marrë në konsiderat, se di që ti je një person që u lumton shumë edhe e njeh mirë realitetin online, kështu që shpresoj që janë ndihmë, shpresoj. Por në fakt, një gjë tjetër që do doja të ndaleshim pak për diskutuar është edhe pak qasja që mund të kenë njerëzit që i përdorin këto website-e. Unë për shembull kam dëgjuar nga disa miq që sepse website-et janë thjesht një opsion, siç mund të jetë një opsion kur një dikon në vendin e punës apo në kish apo në palestër apo në një aktivitet sportiv që mund të përfshihesh, një website është një opsion që të ofrohet. Por kam dëgjuar komente të llojit që po njërit aty nuk i marrin gjëra seriozisht, po duket sikur harxhon kohën. Edhe më shumë doja të ndaleshim pak tek ideja që edhe kur je duke njohur dikën në vendin e punës apo edhe po them unë në palestër apo në një aktivitet sportiv, patjetër që në fillim është e vështirë ta kuptosh për kushtimin. Edhe ai mund të jetë, nëse unë për shembull takoj një djalë në palestër, mund të ketë një farë interesi, por pastaj i kaq, ose dikush tjetër nga një interes shkon në interesin tjetër. Edhe më duket sikur për ne si shqiptar, pak unë flas për vajzat, në veçantë se unë jam vajzë dhe kam shoqet e mia, duket sikur të njohet online përcjellin një lloj ndoshta pasigurie apo niveli serioziteti duket pak si më i ulët. Apo ka diçka me ne që e konsiderojmë këtë kur jemi aty dhe kur dikush është duke këmbyer mesazh apo email me dikë, edhe e konsideron si kjo s'ka, më thënë ka diçka që shkon me ne, a duhet të kemi ne një qasje tjetër, a nuk e kemi qasjen e duhur kur i referohemi këtij konteksti? Nëse mund të na ndihmoje pak në këtë aspekt që pyetja më themelore mendoj ose niveli themelor i bisedës është prapë cilat janë pritjet që ke për një marrëdhënie. Ka një dallim domethënë nuk dua të krijojmë përshtypjen që le të kem pritje shumë të larta, nuk është kjo ide, domethënë thjesht kem pritje të larta dhe jam në rregull, sepse pritjet, po nga ana tjetër nuk duhet të bësh edhe shumë kompromis me ca bindje që ke. Kështu që gjëja e parë që do thosha unë tani, edhe po flas ndoshta pak përgjithshëm, por gjëja e parë që do thosha është, mendoj që pyetja e vështirë është cilat janë bindjet e tua themelore në lidhje me martesën, me të cilat nuk duhet të bësh kompromis. Tani këtu ka gjëra të cilat duhen diskutuar. Për shembull, ka njerëz që kanë bindje shumë të forta për anën fizike të personit, si do duket e tjera. Okej, është e natyrshme që ke, por nga këndvështrimi biblik, karakteri është shumë i rëndësishëm se sa pamje fizike. Tani unë nuk po them harroje pamjen fizike, ke parasysh sepse njerëzit edhe tërhiqen nga pamja fizike, por mendoj, më duket mua ndonjëherë sikur e lëvizim ekuilibrin, ngrem ca gjërat që nuk janë aq të rëndësishme, i bëjmë shumë të rëndësishme, dhe ca gjëra të tjera që në fakt janë shumë themelore, nga që është dhe vështirë ti gjesh, i ulim pak. Kështu që unë do thosha gjëja e parë është të shoshisim mirë se cilat janë themelore dhe cilat janë të rëndësishme. Edhe një herë, mos heqim dorë nga pjesa tjetër e listës, por ama të kesh një lloj prioriteti. Çfarë është e rëndësishme për ty? Unë do thosha, duke pas parasysh edhe çfarë lloj përkushtimi kërkon martesa, duke pas parasysh edhe faktin që ti po nifesh me dikë dhe do duhet të shkosh në atë drejtim, edhe ndoshta ka shumë të panjohura, do duhet sigurosh që këto pika themelore janë në tavolinë dhe nuk bën kompromise. Për shembull, karakteri i personit nuk ka si të bësh kompromise. Bindjet e tij nuk ke si të bësh kompromise. Në qoftë se ti do dikë që e do Jezusin me gjithë zemër, do duhet të gjesh dikë që e do Jezusin me gjithë zemër. Përndryshe nuk funksionon. Dikush që duket sikur e do Jezusin me gjithë zemër, nuk do të funksionojë. Tani, ndonjëherë vështirësia është që ti ke njerëz që nuk e duan Jezusin me gjithë zemër dhe nuk kanë karakter dhe ndoshta duken aty kur e kanë karakterin e duhur. Por kjo do të thotë, për mua do të thotë thjesht duhet të kesh së pari ta kesh në listë dhe e dyta pastaj të fillosh të vësh re nëse shfaqet apo jo. A është në kohë, a është gati për sakrifikuar, përmend atë shembullin përpara, do thoshte harxho ti lekë dhe unë jo,
A është i ndjeshëm ndaj nevojave të tua, apo thjesht po kërkon informacion, çfarë lloj jete ka, aty ku është me gjërat që ka, a është njëri që sakrifikon, bën gjë. Domethënë, do duhet të bësh pyetje që komunikojnë realitetin e personit në përputhje me vlerat e tua themelore. Nëse duket nga pamja që ty s'të pëlqen, nuk të ngjit, është e rëndësishme, por bëje të tretën në listë dhe jo të parën ose të dytën. Kjo është e para. E dyta është në çdo lloj konteksti do duhet të kesh sa kohë derisa ti shoqërisësh këto gjëra. Tani, nëse ti ndjehesh që po bisedon online me dikë për një vit rresht dhe keni ngelur akoma në gjëra sipërfaqësore, s'ka pyetur asnjëherë si ndjehesh, nuk të dëgjon, të ndërpret, dhe ke një vit rresht që flisni për të njëjtat gjëra, marrëdhënia nuk ecën, nuk ka asnjë gjë specifike, nuk të komunikon asnjë gjë për jetën e vet, nuk të tregon asnjë gjë për realitetin e vet. Ndoshta zbulon rrugës që në fakt gjërat që ka thënë janë ndryshe. Atëherë nuk je në rrugën e dur, e ke harxuar kohën, por mendoj që njerëzit nuk mërziten nëse kanë harxuar kohë. Mendoj që njerëzit mërziten nëse kanë harxuar kohë dhe nuk i kanë vënë re fare këto gjërat. Por nëse kanë pas një proces, një sistem për t'i vënë re, kjo do ishte kohë normale. Ka shumë pak njerëz që martohen dhe lidhen vetëm se gjejnë dikë herën e parë dhe mbarojnë çështja. Shumica e njerëzve kalojnë përmes të njëjtave fazave të njëjta. Me kalimin e kohës më merr mendja që mund të bëhesh pak më i shkathët ose më e shkathët për t'i bërë këto pyetje të vështira më shpejt. Unë do thosha që interneti her pas here na ndihmon për këtë. Nëse ti takohesh me dikë dhe ke merazhe të bësh ca pyetje të vështira me dikë që është në anën tjetër të globit dhe po lidheni online, mendoj që nuk do ishte vështirë ti bësh sa pyetje të vështira, ti s'ke asnjë gjë për të humbur. Çfarë njerëzish ke në familje, po? Çfarë bën ti për familjen tënde? Çfarë më thuaj gjatë javës, si ndihmon ti familjen tënde? Unë nuk ndihmoj njeriu, unë vetëm pres që ata të më ndihmojnë më shërbej. Kjo është e dhënë që komunikon që personi s'është gati të sakrifikojë aty ku është. Nuk ka asnjë arsye që kur të lidhet me ty të ndryshojë të tjera e tjera. Kështu që jam i sigurt që po mund të jetë kohë e humbur për shumë kontekste, po unë të thosha ky është i njëjti realitet edhe kur je ballë për ballë. Do të harxosh shumë kohë me dikë, do duhet takosh disa herë, do duhet të njohësh sa miq, të dalësh me miq të tjerë dhe pastaj pas 6 muajsh të kuptosh që personi është kurnac për shembull. Fjala vjen nëse për ty ka vlerë, e kupton? Nëse ti del këtu, je në punë bashkë, del këtu, edhe personi pas ka dhe interes romantik për ty, pas të paguan një herë një kafe, pas paguan një herë një drekë, e pret gjithmonë të paguash ti, komunikon diçka. Okej, të ka marrë 6 muaj kohë, por ama të ka komunikuar diçka dhe mund marrësh vendime. Nuk e di a jam i qartë vasi në këtë linjë, po në përmbledhje, besoj që kur njerëzit duan të hyjnë në këtë marrëdhënie dhe duan ta përdorin internetin për këtë kontekst, shumë ngjashëm me ato pyetje që do bëhen në një kontekst real pa internetin. Pyetjet do të ishin cilat janë bindjet e mia themelore me të cilat hyj në këtë marrëdhënie, jo thjesht të gjej dikë për të folur, po cilat janë bindjet themelore. Do të shikosh nga krahu tjetër nëse personi ka ndonjë prej këtyre bindjeve themelore. Do duhet të shqyrtosh në proces bindjet themelore të tua dhe të personit dhe shikoni nëse keni të përbashkëta. Kjo do ishte gjithashtu një gjë tjetër. Dhe do duhet të bësh bisedën në një mënyrë që të ndihmon ty të zhbirosh edhe të kuptosh më shumë nëse personi i jeton këto bindje themelore. Këto do ishin për mua pyetjet e rëndësishme. Dhe është sfidë në internet sepse njeriu mund të duket ndryshe nga ç'është, por mund të bësh pyetje të mira, mund të bësh pyetje në lidhje me përkushtimin që ka, mund të bësh pyetje në lidhje me çfarë është duke bërë, jo çfarë do doje që personi të bëjë në të ardhmen si rezultat i këtyre bindjeve. Çfarë është duke bërë tani që i komunikon këto bindje dhe pastaj mund të ndërtosh mbi ato. Nëse personi nuk ka marrëdhënie të mira me familjen, mendoj që do ishte hapësirë për të pyetur më shumë. Tani, jo në të gjitha rastet e ka fajin personi që familja nuk funksionon mirë, por ama është një fushë për të pyetur. Nëse personi nuk ka shokë dhe miq, do ishte problem. Nëse personi thot unë jam ndjekës i Jezusit, por nuk kam asnjë përkushtim në asnjë kishë, në asnjë kontekst me besimtarë të tjerë, nuk takohen fare. Kjo do ishte pak merak. Nëse personi thot unë vlerësoj shumë Biblën, por nuk e lexoj kurrë, ose citon Biblën gabim, ose thot gjërat në emër të Zotit që s'janë të vërteta, këto do ishin për merazhe pastaj. Dhe e kundërta, aspektet e shëndetshme të jetës së tij aty ku është, do të komunikonin që është për të marrë në konsiderat. Dhe mendoj që mund të ndërtosh mbi këtë. Interneti ka një dinamik të caktuar kulturore që t'i bën të mundur këto pyetjet. Interneti nuk i zgjidh këto probleme sepse këto zgjidhen nga jeta e personit. Por edhe përmes internetit mund t'i bësh këtë pyetje në mënyrë që të kuptosh se ku gjendet personi edhe rezultati është njësoj.
Ka njerëz që kanë qenë në marrëdhënie me dikë online, i kanë bërë këto pyetje, e kanë kuptuar se ku është personi dhe ka dalë që është ashtu dhe marrëdhëniet e tyre janë të suksesshme, martesat e tyre. Ka njerëz të tjerë që kanë bërë të njëjtat pyetje, kanë komunikuar online dhe e kanë kuptuar shumë shpejt që personi është shumë larg atyre bindjeve që do doje ti për personin dhe e kanë ndërprerë marrëdhënien. Po, në fakt e vërtet, unë doja të shtoja pak të nga eksperienca e miqve të mi, se ndoshta shumë njerëz që nuk i kanë provuar asnjëherë këto njohjet përmes internetit, mund të mendojnë siç thuhet gjithmonë që jeta në internet nuk është ashtu siç është në realitet. Por ka njerëz që janë me qëllime shumë të sinqerta, me qëllime shumë të pastra dhe ata po, siç po thoj edhe ti, jo vetëm në Shqipëri, po kudo nëpër botë ka njerëz që nuk e kanë ato mundësinë për të njohur partnerin e jetës tyre aty ku janë edhe hyn me sinqeritet të vërtet në një website për të provuar dhe për të parë. Kështu që fakti që unë njoh shumë njerëz edhe po të shikoj statistikat, ka me qindra statistika që këto lloj njohjesh kanë funksionuar për njerëz të ndryshëm në gjitha anët e globit, do të thotë që është diçka që ja vlen edhe që nuk është fake. Pastaj patjetër ndoshta për shkak edhe se je online, je në internet edhe ti mund të kesh mundësinë të flasësh me më shumë njerëz se sa mund të flasësh në realitet. Kjo do të bëj do të jesh pak më e mençur edhe për ta menaxhuar më mirë kohën, ose edhe për të qenë më e kujdesshme dhe për të qenë më selektive. Por fakti që ke më shumë mundësi nuk e bën më të rrezikshme këtë gjë, më thënë. Sa më shumë mundësi aq më mirë është që edhe personi e ka të qartë se çfarë po kërkon dhe për çfarë është aty. Patjetër. Bindjet. Edhe do thosha nuk ka asnjë arsye për të mbajtur sekret këto biseda, do duhet të gjesh sa njerëz të afërt që të ndihmojnë. Fakti që ti ke mundësi të lidhesh online me dikë, nuk është me patjetër e urtë që ta mbash sekret këtë nga njerëzit që ke vërdall. Ndoshta është mirë që të gjesh një ose dy miq që mund t'i tregosh se çfarë po përjeton, të bisedoni me njëri tjetrin, të kërkosh urtësi, këshilla. Nuk interneti krijon hapësirë për një lloj ruajtje sekreti, por kjo nuk është gjithmonë e shëndetshme, sepse edhe një herë po flasim për mundësinë që ti të ndërtosh marrëdhënie me dikë për pjesën tjetër të jetës, nuk është një vendim i lehtë edhe nuk duhet mbajtur sekret. As nuk është për të bërë popullor që të marrin vesh të gjithë edhe të shohim gjithë takimet që bëni online, por ke nevojë për miq me të cilët ti tregon këto biseda në mënyrë që të mund t'i shoqërisni bashkë edhe Zoti funksionon edhe përmes kësaj mënyre. Po si në realitet, në fakt, edhe në realitet, nëse dikush është duke njohur me dikë, jam e sigurt që do ta ndaj me një mika, me një mentor, me dikë të afërm, që çfarë po ndodh në jetën e tij, edhe siç në realitet ke nevojë për këshilla, për lutje, është e njëjta gjë. Por mirë që e theksova afrim se ka shumë njerëz që i përdorin këto website-et edhe ju vjen turp apo nuk e di, nuk ndajnë shumë. Por unë mendoj që ja vlen edhe kur je duke njohur me dikë që ti mendon që është serioze, por ta ndarë me disa miq që të lutem për ty, apo nëse ke një ngërç në bisedat me dikë, ja vlen që të marrësh këshilla, kështu që nuk është më se normale, mendoj siç ndodh në realitetin e përditshëm. Është drejt. Kështu, mirë afrim, unë jam mirënjohse që ti solle këtë këndvështrim të kësaj anë të marrëdhënieve që ndoshta në Shqipërinë tonë vogël nuk është aq popullore, por në vendet e mëdha është më se normale, edhe njerëzit nuk janë fare skeptikë, edhe ajo është njohjet online, website-et janë pjesë e realitetit të tyre për ata që janë duke kërkuar dikë. Edhe faleminderit për sugjerimet, për këshillat, për shembujt. Unë shpresoj që ata që do e ndjekin, mbase do të përmes këtij podcasti do jenë duke rrëzuar mbase disa barriera që kanë në mendjen e tyre për sa i përket njohjeve në distancë apo njohjeve online. Nëse ke diçka tjetër për të shtuar afrim para se ta mbyllim. Nëse kanë sukses edhe i kemi ndihmuar pak, na kanë borxh një kafe pastaj. Edhe gjithashtu po të keni nevojë për këshilla, takojeni afrimin se është jemi gati, jemi online dhe jemi gati të japim këshilla plot, pa problem. Po. Miq, unë shpresoj që podcasti jonë do ju ndihmoj edhe do ju nxit për të konsideruar dhe për të hedhur hapa të mëtejshëm në këtë fushë për ju që jeni duke e parë.
Unë uroj që të keni një javë të mirë, do takohemi në podcastin e radhës me tema tjera. Deri atëherë, mirupafshim. Mirupafshim, Asi.